Këtë gangsterin këtu brënda, unë do ta tregoj jashtë. Kjo ishte një fjalë e përdorur natën e mbrëmshme, gjatë darkës pas përfundimit të prajmit nga ana e Rogertit kundër drejt Mateos. Përshëndetje të dashur shqiptar, kudo që jeni, faleminderit shumë që jeni me mua. Subscribe në kanalin tim. Tani do të komentojmë një moment që unë dëgjova mbrëm me veshët e mi dhe e pash me sytë e mi. Gjatë mbrëmjes, Rogerti, Mateo, Miri dhe Selin eskaluan në ofendime dhe në debate të zjarta. Nuk ishte një darkë e qetë, nuk ishte një darkë manifestimi për finalistët, por ishte një darkë e vazhdueshme loje, ishte një darkë e vazhdueshme ofendimesh, ishte një darkë e vazhdueshme mbledhje, ashtu siç vazhdoi dhe ditën e sotme, në momentin kur banorët u zgjuan nga gjumi dhe në momentin kur filloi lufta dhe loja e madhe. Çfarë po ndodh? Rogerti mbrëm ja bëri Mateos, në fakt i tha Mateos këtë muhabetin, që gangsterin unë nuk do ta tregoj këtu brenda, po do shohësh ti jashtë se kush jam unë. Gangsterin do ta tregoj jashtë. Tani, kjo nuk është kërcënim, kjo nuk meriton një zarf të kuq për të tërhequr vëmendjen kundër drejt Rogertit. Çfarë po bëni me këto kërcënime? Tani Mirin e cenzuruan brëm. Nuk e nxorën pjesën ku Miri kërcënoi Rogertin, ku i tha që unë të kërcënoj ty, më falni Mateon, ku i tha që unë të kërcënoj ty, kërcënoj atë që të ka bërë ty, që në kupton nënën tënde, dhe i kërcënoj të gjithë shqiptarët. Dhe produksioni çuditërisht nuk foli fare. Produksioni e la debatin që të vazhdonte. Unë mendoj që me Mateon, Miri dhe Rogerti e kanë personale lojen. Pa marrë parasysh që Rogerti është duke luftuar që t'i bën bashk Mirin dhe Mateon kundër drejti, sepse Rogerti është duke bërë klan e lojash, dhe ai dëshiron që të afron Mateon dhe Mirin kundër drejt tij, dhe ti thot nesër Miri që ti më preve në besë u afrove me Mateon për interes të lojës. Kjo fjala u tha mbrëm nga ana e Rogertit në një mbledh të madh, në një inat të madh që ka kundër drejt Mateos. Tani, në këtë pikë të lojës që jemi, unë mendoj që kjo nuk është lojë. Kjo është e tëra personale që ka ndërtuar Rogerti kundër drejt Mateo, sepse njërë fillimisht e shikon si një lojtar shumë i fuqishëm, e shikon që ka një fanbase shumë të gjerë, e shikon që s'u nxjerrën nga loja dhe i hakmerret me këto epitetet që gangsterin unë ty do ta tregoj jashtë. Unë mendoj që nuk ka një lloj gangsterliku jashtë, ai duhet t'ia tregon gangsterin e lojës brenda dhe jo jashtë, por siç duket çunat nuk e përballojnë dot Mateon dhe vazhdojnë të komunikojnë me kërcënime të këtilla.